إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Gjalla Gjalaluhu. Ata e adhurojnë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojnë. Ndërsa salavatet më të përzemërta I dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, krijesës më të dashur të Allahut Gjalla Gjalaluhu, vulës së pejgamberisë dhe atij I cili nuk kurseu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush që e devijon, dhe ai I njeri I cili dëshiron të mbetet në devijim, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e drejtë përpos Allahut. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Fjalët më të këqija janë bidatet. Çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpije në zjarr. E lutim Allahun Gjalla Gjalaluhu që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Xhamati nderuar, dhe ju dëgjues të nderuar të Radios Islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valeve të internetit, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë, përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësitë dhe begatitë e Allahut qofshin me ju. Sot me lejnë Allahut Gjalla Gjalaluhu do të vazhdojmë ligjëratën e kaluar e cila titullohej të mallkuarit në hadith. Pra kjo do të jetë pjesa e dytë e kësaj teme, sepse është vërtet një temë e gjatë dhe të mallkuarit në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumtë. Andaj këtë ligjëratë kemi ndarë pranë në disa pjesë. Në pjesën e parë të mallkuarit në hadith I kemi cekur 8 prej kategorive të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka mallkuar në për hadithet e tij. Dhe do t'i përmendim shkurtimisht. Kategoria e parë të cilët pejgamberi alaihi salatu wassalam I mallkoi ishin jehudët dhe të krishterët. Kategoria e dytë ishin ata që bëjnë tatuazh, I ndukin vetullat dhe I gdhendin dhëmbët e tyre për të dukur më bukur. Këta janë kategoria e dytë të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka mallkuar në hadith. Kategoria e tretë janë ato gratë të cilët I lidhin apo I zgjasin flokët e tyre me flokë të tjera, qofshin ato flokë natyrore apo flokë artificiale, dhe me këtë dëshirojnë ta ndryshojnë krijesën e Allahut subhanahu wa taala. Kategoria e katërt të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në për hadithet e tij e ka mallkuar është ai I cili e ha kamatën dhe ai I cili punon me të. Pra të gjithë të involvuarit në kamat, ai që e jep, ai që e merr, ai që e nënshkruan kontratën e kamatës dhe dëshmitarët të cilët prezantojnë në këtë dëshmi,
të gjithë këto janë të mallkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kategoria e 5 është burrat të cilët ju përngjajnë grave dhe gratë të cilat ju përngjajnë burrave. Kategoria e 6 është vjedhësi. Kategoria e 7 është ai i cili e mallkon babain e tij apo i mallkon prindërit e tij. Këto pra janë të mallkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kategorinë e 8, të cilën e cekëm në ligjëratën e kaluar, kishte të bëjë me atë i cili pret kurban, mirë po jo për hir të Allahut xhalla xhelaluhu, pra për hir të dikujt tjetër. Këto ishin grupet të cilët ne i cekëm në ligjëratën e parë, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend mallkimin e tij në par hadithet e tij të shumta. Sot inshallah do të vazhdojmë me kategoritë e tjera të cilat pejgamberi alaihi salatu wassalam i ka mallkuar. E mallkimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i njëjtë sikur se mallkimi i Allahut xhalla xhelaluhu. Ndërsa fjala mallkim do të thotë largim nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Pra këto grupe dhe kategori të cilët ne i përmendim si të mallkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra e kemi për qëllim se këto janë të larguar nga mëshira e Allahut xhalla xhelaluhu, e padyshim se ata të cilët janë të larguar nga mëshira e Allahut xhalla xhelaluhu nuk do të janë prej banorëve të xhenetit, por do të janë prej banorëve të xhehenemit. Andaj i cekim këto kategori të cilët janë të mallkuar në për hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ne të marrim mësim dhe të analizojmë veten se ndoshta ne mos jemi pjesë e këtyre grupeve dhe kategorive, e nëse ndodh që eventualisht ne të bëjmë pjesë në ndonjë prej këtyre grupeve, atëherë urgjentisht të largohemi, nga se nëse vazhdojmë ashtu e meritojmë mallkimin e Allahut xhalla xhelaluhu dhe mallkimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Grupin e parë të cilën do ta cekim sot, apo grupi i 9 me radhë, të cilin grup pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar në hadith, janë dy njerëz të cilët bëjnë kontratë për legalizimin e një grua të shkurorzuar 3 herë, që burrit të parë i bëhet halal. Kjo ka nevojë për një sqarim. Ne e dim se sipas Islamit një burr i cili e lëshon gruan e tij mund ta lëshojë 2 herë dhe ka të drejtë ta kthejë herën e tretë. Mirë po nëse ndodh që e lëshon edhe herën e tretë, atëherë ajo grua i bëhet atij haram. Pra nuk ka të drejtë që pasi ta lëshoj, ta shkurorzoj për herë të tretë, pra ta kthej prap atë grua. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu thot: "At-talaqu marratan." Shkurorzimi është 2 herë. Fa imsakum bima'ruf, e herën e tretë ose mbaje me mirësi, au tasrihun bi ihsan, ose largoje me mirësi. Pra ose mbaje si duhet, ose largoje me mirësi, më thon pa probleme dhe pa konfrontime. E pastaj në ajetin tjetër Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra." E nëse e lëshon për herën e tretë, e shkurorzon për herën e tretë, nuk i lejohet atij personi që ta kthej derisa ajo grua ta martohet në vend tjetër, pastaj të shkurorzohet prej burrit të dytë, e pastaj ky i pari ka të drejtë ta kthej. Këto janë rregullat, parimet Allahu xhalla xhelaluhu të cilat i ka cekur në Kur'anin famëlar. E tani kemi të bëjmë me një kategori njerëzish të cilët bëjnë një kontratë që gruaja e lëshuar për herë të tretë të ketë të drejtë të kthehet burrit të saj, dhe kontrata bëhet mes burrit që e ka lëshuar gruan dhe një personi tjetër, të cilët e bëjnë një kontratë dhe thot burrit që e ka lëshuar gruan, pra i thot martoje ti atë grua dhe të mos kesh kontakt me të, vetëm se të shpallet para njerëzve se është e martuar, e pastaj lëshoje që unë të kem të drejtë ta marr. Kjo është ndaluar islamikisht. Kjo kontratë e ka ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu, e ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe i ka mallkuar këto njerëz, siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "La'ana Allahu al-muhallilu wal-muhallalu lah." Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Allahu e ka mallkuar atë i cili e bën halal që gruaja t'i kthehet burrit të saj të parë, dhe atij burri i cili i bëhet halal që t'i kthehet gruaja e tij.
Pra, të dy personat, të cilat e bëjnë kontratën, janë të mallkuar nga ana Allahu xhalla xjalaluhu dhe nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sepse kushtëzohet që gruaja e cila lëshohet për herë të tretë, kur të martohet me burrin tjetër, pra të ketë marrëdhënie intime me të, e jo vetëm për sy e faqe të martohet, që pastaj ai ta shkurorzoj dhe të ketë mundësi burri i saj që ta kthej për herë tjetër. Pra, kjo është ndaluar islamikisht dhe i ka mallkuar Allahu xhalla xjalaluhu këta njerëz, pra edhe ai i cili e bën kontratën, edhe atij të cilit i bëhet kontrata. Grupi tjetër, kategoria tjetër të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar, ka të bëj me vajtuesit për të vdekurin. Atyre të cilëve i u vdes ndonjë antar i afërt i familjes apo ndonjë dashamir i tyre dhe ata e vajtojnë të vdekurin. Vajtimi i të vdekurit është rreptësisht i ndaluar. I ka mallkuar Allahu xhalla xjalaluhu ata njerëz të cilët vajtojnë, e sidomos në këtë grup më shumë bëjnë pjesë gjinia femrore, gratë, sidomos edhe në të kaluarën ka pasur raste që është paguar gruaja e caktuar që ajo të vajtojë në ndonjë vdekje. E pastaj i kanë dhënë pra të holla, e kanë paguar, pra e ka pasur profesion. Dhe nuk ka dyshim se kjo është e ndaluar islamikisht dhe Allahu xhalla xjalaluhu i mallkon ata njerëz, i mallkon ata vajtues. Është e lejuar në islam të derdhet loti, mirë po të nxirret zari i lartë, të bërtitet, të shkulen flokët, të bëhen lloj-lloj gjërash të cilat nuk i kanë hije muslimanit dhe ju kanë hije vetëm atyre të cilat janë ignorant dhe xahila. Pra kjo nuk ka të bëjë as pak me islamin, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam i kanë vdekur 6 fëmijë gjatë jetës së tij. I ka vdekur bashkëshorte e Hatixha radhiyallahu anha. Kanë vdekur shumë prej sahabeve të cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka dashur shumë, mirë po megjithatë asnjëherë nuk ka vajtuar, e as sahabët nuk kanë vajtuar, mirë po kur i ka vdekur Ibrahimi, djali i pejgamberit alayhi salatu wassalam, djali i vogël, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma' wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: zemra mërzitet, syri loton, dhe ne nga ndarja jote o Ibrahim jemi të mërzitur. Kjo ka qenë pra mënyra se si pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka shpreh mërzin e tij. Pra lejohet që zemra e njeriu të pikëllohet, sepse është prej natyrës së tij që kur i vdes ndonjë antar i familjes që ai të pikëllohet. Lejohet që syri t'i lotoj, mirë po as sesi nuk lejohet që të ngritet zëri dhe të vajtohet, e të përmendet se filani ka qenë kështu, e filani ka qenë kështu. Çka do të bëj unë nëse, do më thonë prej sot e tutje, çka do të bëj unë pa ty, ti ke qenë ai, ti ke qenë kështu, ti do të më mungosh e kështu më radhë. Të gjitha këto janë të ndaluara islamikisht dhe Allahu xhalla xjalaluhu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i kanë mallkuar këta persona. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith thotë: la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Në fakt Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu e transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka mallkuar an-naihata wal-mustami'ata laha. E ka mallkuar atë grua e cila vajton dhe ato të tjerët të cilët e dëgjojnë. Pra të dy grupet janë të njëjtë. Nëse një person vajton dhe ti e dëgjon se po vajton dhe nuk reagon, nuk e ndal nga kjo e keqe, edhe ti pra e ke dënimin dhe mallkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk mjafton që të thuhet ai po vajton, pra unë nuk kam problem, sepse unë nuk po vajtoj, unë vetëm po dëgjoj. Pra nuk mjafton që kjo të thuhet, por duhet kategorikisht që të ndalohet personi dhe të shpjegohet se këto persona janë të mallkuar nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra nuk lejohet që të vajtohet për të vdekurin. Grupi tjetër apo kategoria e tjetër të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ashtu edhe Allahu xhalla xjalaluhu e kanë mallkuar, ka të bëj me një fenomen i cili është shumë i përhapur, ka qenë i përhapur dhe akoma vazhdon të jetë i përhapur. Sot e kësaj dite ndoshta bile me një intensitet më të madh,
e ajo është ai person i cili merr rishvet, ai person i cili e jep rishvetin dhe ai person i cili ndërmjetëson që të arrihet deri te rishveti. Të gjithë këto persona janë të mallkuar nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe se po thuaj në kohën e sotit është bërë e pamundshme që njeriu të shkon dhe të kryejë ndonjë punë e që të mos jep rishvet, sepse njerëzit pra nuk janë mësuar që të shërbejnë njerëzve ashtu siç janë të urdhëruar dhe siç e kanë obligim, mirë po gjithmonë gjejnë mënyra që të arrijnë deri te paraja. Dhe njëra prej mënyrave më të mira sipas atyre është që ata të marrin rishvet. Dhe u bën njerëzve të pamundshme që të kryejnë ndonjë punë përveç nëse ai jep rishvet. Kjo është padyshim prej veprave të shejtanit. Kjo është padyshim prej veprave të ndaluara në Islam. Dhe Allahu xhalla xhelalu i ka mallkuar edhe ai që e jep, edhe ai që e merr, edhe ai që ndërmjetëson. Thawbani radhiyallahu anhu, njëri prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam ka thënë: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal-murtashi wal-ra'ish." Thot Thawbani radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar atë i cili e merr kamatën, atë i cili e jep kamatën dhe atë i cili ndërmjetëson që të arrihet deri te kamata. Të gjitha këto pra janë të mallkuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, andaj duhet të kemi kujdes. Duhet të kemi kujdes që të largohemi nga kjo vepër e shëmtuar, sepse kur ta meritojmë mallkimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në fakt ne e kemi merituar mallkimin e Allahut, sepse mallkimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam është i njëjtë sikur se mallkimi i Allahut. Do me thënë në ditën e gjykimit nuk do të kemi mundësi që të jemi në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala, e ai që nuk ka mundësi të jetë në mëshirën e Allahut dihet se ku e ka vendin. Grupi apo kategoria tjetër që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar ka të bëj me një fenomen po ashtu të përhapur shumë fatkeqësisht ndërmjet muslimanëve. E ajo është alkooli. Dhe të gjithë ata njerëz të cilët në një farë mënyre direkte apo indirekte marrin pjesë në përgatitjen dhe deri te servimi dhe pirja e alkoolit. Janë 10 grupe të cilët pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka mallkuar, e këto grupe janë të lidhur pra direkt apo indirekt me alkoolin. Transmetohet nga Ibn Umair radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "La'ana Allahu al-khamra." Allahu e ka mallkuar alkoolin. Pra si pije vet alkooli, fillimisht alkooli si pije është e mallkuar nga ana Allahu xhalla xhelalu. Andaj nuk i lejohet asnjë muslimanit të konsumojë diçka që Allahu e ka mallkuar. Dhe për këtë ka ajete të cilat janë zbritur dhe hadithe të cilat i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra la'ana Allahu al-khamra. Allahu e ka mallkuar alkoolin. Kjo është e parë. Wa sharibaha. Edhe e ka mallkuar atë i cili e pi alkoolin. Kjo është grupi i dytë. Wa saqiyaha. E ka mallkuar edhe atë person i cili e shërben alkoolin. Pra vet nuk pi, mirë po e shërben tjetrin. Edhe ky është i mallkuar nga Allahu xhalla xhelalu. 3. E katërta, wa ba'i'aha. Dhe atë i cili e shet alkoolin. Sepse dikush mund të arsyetohet dhe të thojë unë nuk e pi, unë vetëm e shes. Dhe arsyetohet se kjo nuk është haram. Ne i themi se haram është se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka mallkuar njëri. Pra edhe ai i cili e pin, edhe ai i cili e shërben tjetrin, edhe ai i cili e shet, të gjithë janë të mallkuar. I pesti, wa mubta'aha, dhe ati të cilit i shitet. Dhe më thonë, ai i cili e blen, ai i cili e shet dhe ai i cili e blen, sepse njëri mund të thotë unë e blej alkoolin e pastaj e shes, nuk e pi. Ne i themi se kjo është e ndaluar dhe ti je i mallkuar nëse e bën këtë vepër. I gjashti është wa asiraha, ai i cili e prodhon alkoolin. Ai i cili e prodhon alkoolin dhe thot unë nuk e pi, po e prodhoj për të tjerët, edhe ky është i mallkuar. Tjetri është wa mu'tasiraha, dhe ati për të cilin prodhohet. Pra, dikush paguan njeri dhe thot të më prodhosh alkool.
e pastaj unë atë alkool bëj tregtime të dhe e shes. Edhe ai i cili e prodhon, edhe ai person për cilin prodhohet, të dytë janë të mallkuar nga Allahu xhalla xhelalu. Wa hamilaha. Grupi tjetër thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ai i cili e bart, ai i cili është punëtor, pra vetëm e bart alkoolin e transporton prej vendit ku prodhohet deri te vendi ku do të shitet. Ai i cili e ban alkoolin, transportuesi i alkoolit, pra është edhe ky i mallkuar nga pejgamberi alayhis salatu wasalam. Wal mahmulata ilayhi, grupi 9 është ai për të cilin bartet. Pra ati personit të cilit ti ja transporton alkoolin, edhe ai person pra është i mallkuar nga ana e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe grupi 10 është wa akila thamanaha, edhe ai i cili e ha pasurin prej alkoolit. Pra ai i cili punon me alkool, ndoshta nuk e pi vet, punon me alkool, pra shet, bën tregti me alkool dhe atë pasuri të cilin e fiton prej alkoolit, ai e konsumon dhe me të e ushqen veten dhe familjen e tij. Pra të gjithë këta persona, 10 grupe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar, pra që kanë të bëjnë, që janë të lidhur me alkoolin në mënyrë direkte apo në mënyrë indirekte. Andaj duhet të kemi kujdes në këtë pikë, pra të mos gjejmë arsyetime të kota, të mos thot dikush se unë nuk e pi por e shes, ose e prodhoj vetëm për ta shitur, ose unë e bleje pastaj e shes, e kështu me radhë. Të mos mundohet askush të arsyetohet, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam në mënyrë të qartë i ka thënë se të gjithë janë të mallkuar nga ana Allahu xhalla xhelaluhu dhe të mallkuar nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një kategori tjetër të cilën pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka mallkuar është udhëheqësi i cili është i padëshiruar te populli. Një udhëheqës i cili udhëheq një popull, pa marrë parasysh se në çfarë detyre vepron ai njeri dhe çfarë funksioni ka, nëse është udhëheqës i një populli, mirë po ai popull nuk e dëshiron, nuk e do, dhe ai këmbgul dhe vazhdon të jetë pra udhëheqës i tyre, këtë pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka mallkuar. Pra ai person i cili është udhëheqës dhe e vëren se populli nuk është i kënaqur me të, e vëren se populli nuk e dëshiron atë por dikant tjetër, pra sipas Islamit ai duhet të jep dorëheqje nga funksioni i tij, sepse nëse vazhdon të mbajë atë funksion, e duke e ditë se populli e urren dhe nuk e dëshiron, atëherë ai do të jetë prej të mallkuarve nga ana e Allahu xhalla xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë në një hadith të cilin e transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë: "La'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar 3 persona. Pra me një hadith i ka cek 3 grupe të mallkuar. I pari është ajo që e tham: "Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Një person i cili e udhëheq një popull, ndërsa populli nuk dëshiron që ai të jetë udhëheqës i tij. Populli nuk e dëshiron, nuk e do. Populli dëshiron që ta ndrojë, e kërkon një më të mirë, andaj këtë person i cili vazhdon të udhëheq me popullin, edhe pse e di se ata nuk e dojnë, pra do të jetë i mallkuar nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu dhe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj grupin tjetër, pejgamberi alayhis salatu wasallam e vazhdon në të njëjtin hadith dhe thot: "Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit." Tha një grua e cila flen pasi që burri i saj e thret në shtrat, e ajo refuzon dhe kështu flen, pra do të jetë e mallkuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra flen nuk i përgjigjet thirrjes së burrit të saj, kjo do të jetë e mallkuar deri në mëngjes, siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër: "Idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Kur njeriu apo burri e thret gruan e tij në shtrat, falam ta'tihi fabata ghadbanun 'alayha, ndërsa ajo refuzon, nuk i vjen, nuk pranon, dhe ai burr fle, pra duke qenë i hidhruar me të, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, at grua do ta mallkojnë melekët deri në mëngjes. Gjithë natën pra melekët do të rrinë vetëm të thonë: "E mallkuar qofsh, e mallkuar qofsh, e mallkuar qofsh", deri në mëngjes, për shkak se nuk i është përgjigjur burrit të saj në shtrat. Kjo ishte kategoria e dytë e cila është cekur në këtë hadith.
Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e cekë edhe kategorinë e tretë dhe thot: "Wa rajulun sami'a hayya 'ala al-falah thumma lam yujib." Allahu xhalla xhelaluhu thot e ka mallkuar një njeri i cili e dëgjon fjalën hayya 'ala al-falah, e ja në shpëtim, pra e ka për qëllim ezanin, thumma lam yujib, e pastaj nuk i përgjigjet kësaj thirrje. Do me thënë nuk e fal namazin. E dëgjon hayya 'ala al-falah, ndoshta xhamin e ka rreth shtëpisë së tij, dhe 5 herë në ditë e dëgjon hayya 'ala al-falah, e ja në shpëtim dhe nuk i përgjigjet kësaj thirrjeje, do me thënë nuk e fal namazin. Ky person do të jetë i mallkuar nga ana Allahu xhalla xhelaluhu dhe nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra në një hadith pejgamberi alayhis salam, në të njëjtin hadith i ka cekur 3 grupe njerëzish, pra udhëhecin i cili udhëheq popullin e populli nuk e dëshiron atë, pastaj e ka përmendur gruan të cilën burri e thret në shtrat, ndërsa ajo nuk i përgjigjet atij dhe burri e kalon natën duke qenë i hidhëruar në të, se do ta mallkojnë melekët deri në mëngjes atë grua. Dhe grupi i tretë, pra një njeri i cili e dëgjon fjalën hayya 'ala al-falah, e janë në shpëtim, pra e dëgjon ezanin me një fjalë dhe nuk i përgjigjet kësaj thirrjeje, do me thënë nuk fal namazin. Ky do të jetë i mallkuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe nga ana Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe si grup i fundit, duke marrë parasysh se është afruar koha e ezanit, si grup i fundit për këtë ligjërat, do ta cekim një grup të cilin pejgamberi alayhis salatu wassalam, për të cilin ka thënë ai që është rob i dinarit dhe i dirhemit. Pra me një fjalë rob i gjërave materiale, rob i kësaj bote, çdo gjë që lidhet me para, ai pra bëhet rob i asaj dhe është në gjendje që të bëjë çmos vetëm të arritë paraj. Pra për atë paraja, dinari dhe dirhemi janë çdo gjë në këtë botë, janë zot, janë pasuri dhe janë gjithçka. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Lu'ina 'abdu dinari, lu'ina 'abdu dirham." Në një transmetim të cilin e transmeton Tirmidhiu ka thënë: do të jetë i mallkuar apo i mallkuar qoftë robi i dinarit dhe i mallkuar qoftë robi i dirhemit, sepse ne jemi dërguar në këtë botë, siç thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për të më adhuruar mua. Ky është qëllimi i ardhjes sonë në këtë botë. Nuk është qëllimi për të adhuruar pra dikën tjetër përpas Allahut subhanahu wa ta'ala. Është e vërtetë se njeriu ka nevojë për para, mirë po nuk duhet të bëhet rob i tyre. Pra atë duhet ta shfrytëzoj vetëm si mjet për të arritur adhurimin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe për të arritur gjërat të cilat Allahu është i kënaqur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porositur. Pra këto në pika të shkurtra ishin kategoritë të cilat i cekam arritëm t'i cekim për ligjëratën e sotme dhe lusim Allahun xhalla xhelaluhu që asnjëri prej nesh të mos jetë njëra prej grupeve të cilat i cekam sot, sepse vërtet dënimi është i dhëmshëm, mallkimi i Allahut xhalla xhelaluhu do të thotë se ti je i larguar pra nga mëshira e tij dhe largimi nga mëshira e tij e nënkupton pra edhe largimin nga xheneti dhe futjen në xhehenem. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që të na bëj njerëz të devotshëm, që të na bëj prej atyre që i praktikojmë fjalët e Allahut në praktikën tonë dhe i zbatojmë urdhrat apo porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të shpresojmë se Allahu xhalla xhelaluhu në ditën e gjykimit do të na futë në mëshirën e tij dhe do të na bëjë prej banorëve të xhennetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'aliyyal 'azim li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.